sa kemi qenë bashkë për neve, ka qenë dhe thonë indikative shumë kër e kemi marrë vesh që Zoti Taravari mban komunikim të hapur me Zotin Ahmetin, me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kur ne kemi pyetur është e vërtet, ai e ka pohuar që është e vërtet, dhe madje ka shfaqur empati për të keqardhje se duhet të ndihmohet atij. Që për neve ka qenë shumë shqetësuese kjo, për shkak se ne nuk kemi armiqësi vllavrasase me Zotin Ahmeti, por kemi oponencë politike, nga se ne gjykojmë që ai është kryet fajtori i gjendjes shqiptarëve në këto 20 vitet e fundit. Andaj kur dikush nga Vleni mund të mbajë raporte me të, për neve ka qenë shumë shqetësuese. Ajo që na ka bërë të shqetësohemi ishte fakti që ne në të gjitha sondazhet që i kishim, edhe atë, jo vetëm ne, por edhe VMRO-ja, por jam i sigurt se ato i ka pasur edhe BDI-ja, për shkak të kësaj që ndodhi, ishte gjithkush ishte i sigurt se Vleni në zgjedhjet e ardhshme lokale e fiton në BDI-n bindshëm në çdo komunë. Dhe tash të jepet një gomë shpëtimit asaj BDI-je që po të fundoset, e cila gjithnjë më shumë e ka frikën se kush e ka radhën të arrestohet për shkak të korrupsionit, të dalë dikush nga Vleni e ta shpëtoj, kjo është shumë indikative për çfarë shtytjes, çfarë motive e bën këtë.